është stadiumi më i madh në Shqipëri, me plot 22.500 vende. Në këtë stadium, për herë të parë do të luhet loja hapa dollapa me 16 yjet e andale. Kush do ta fitojë çmimin prej 1 milion lekësh? Kjo është valixha e cila mban çmimin e madh prej 1 milion lekësh të vjetra. Jemi në stadiumin Air Albania në prag të 1 vjetori të Andale dhe jam këtu me gjithë starsat e Andale. Mirë se erdhët! Një pyetje shpejt. Sa vende të lira ka stadiumi? Ha! Shumë! 22.000 Lori duhet ta di. 22.500! Bravo, Kristal! E pas keni bërë detyrat e shtëpisë, por çfarë do të bëjmë ne sot këtu? Do të luajmë një lojë që besoj ju nuk e keni luajtur kurrë më parë, të paktën jo kështu. Hapa dollapa. Kush nga ju do mbylli sy dhe kush do fshihet? Tani un kam në dorë pushtetin që do ju ndaj në 2 grupe dhe secili grup duhet më japi një emër të personit që mendoni që duhet të mbylli syt. Grupet po i ndaj kështu në mes. Kemi këtej Messenger, Justin, Klea. Juli është nga grupi këtej, ju jeni grupi këtej. Dua një emër tani. Qa emër? Ose Aldi ose Gosiani, se Atëherë dua emra kom, mbaroj grupi këtu, cilin emër? Aldi. Jeni unanimisht? Aldi, okay. Për çfarë arsye? Nuk e je futboll! Jo, them unë arsye, sepse jam Georgina Rodriguez. Tani, ju të dy e jani këtu me mua? Kjo është Kristiana! Tani, këtu keni 2 radio, besoj i dini si komunikojnë, me këto radio ju do flisni me mua gjatë gjithë kohës. Kë keni gjetur, ku jeni, çfarë po kërkoni. Gjatë gjithë kohës, Ti okay? mendon se është e vështirë për ne? Besoj që do ja dini, ndërkohë tani mund Ta do mbyllim sytne. Nga e ka ti parë. Uluni, Ema të lutem, Okej, që të faleminderit. shpjegoj rregullat e lojës, të cilat duhet i zbatoni me përpikmëri. Nga momenti që Aldi dhe Ema mbyllin syt, ju keni 10 minuta kohë për të gjetur vendin ku do fshiheni. Nuk lejohet të fshiheni 2 persona në një vend përveç 2 personave. Unë dhe Desi? 2 persona do jenë një lojtar i vetëm. Kush janë ata? Nuk do ja presim mendja kur. Benardo dhe Blerta. Po. Dhe loja bëhet më e vështirë sepse Mendova, po thash jo s'ka mundësi. loja bëhet më e vështirë sepse duhet të jenë gjatë gjithë kohës poshtë këtij pellushit. Në këtë moment unë do të hap një grup chat ku do jeni të gjithë ju përveç Aldit dhe Emës. Dhe në momentin që ju zgjidhni vendin tuaj që do fshiheni, duhet më dërgoni mua live locationin në atë grup. Në atë grup gjithashtu do bëhen njoftimet nga unë se kush është gjendur dhe duhet të shikojmë reagimet tuaja live nga telefoni. Duhet filmoni gjatë gjithë kohës veten tuaj. Nuk lejohet të spiononi partnerin. Betohu që dhe ti nuk do spionosh. Betohem. Për çfarë betohesh? Ndërkohë që Aldi dhe Ema shkojnë tek muri për të mbyllur syt, bëni të gjithë telefonat. Georgina, Hajde. radake në Jam shkollë. Georgina! Jam Ema! Bëni gati telefonat. Gati tjetër, ha. Jeni gati apo jo? Loja fillon tani. Tani. Se jemi gjithë nga njëta! Se të ndojnë ty këto. Hajde më përshë! është qanë! A dalim do të këtu dalim? Hapa dollapa, kush është e mbrapa, dil se të ka. Shtenan tëm. Kristiana! Pasporti është pasioni im për herë. Se mos hapa dollapa. Vija gjithmonë skedina. Siç mund ta shikoni atëherë gjatë, duke u fshehur, duke se peshku ka ngel pa ujë.
5, 4, 3, 2, 1, loja fillon! Ardi dhe Ema! Kusha një, atë Jeni ne. në kërkim? Ata nuk e din. Të dëgjojnë, mu nisën për sulm. A i ki pa gjata do të ri që kalun këtu? Gjitha një rrugë dale, që për ikim dhe katë të ret, se se besoj se në shokim jemi këtu, ku jam futa. Fillon gjithë duke bërë si fami, e kupton? Dhe i gjeta? Po jo, disa nuk në idioti, Andrej. Ku je? Mos hajde kjo mua. Mos hajde. Mund, s'di ku jam verë. Po dhe si. Po dhe si shtu ku po s're. Më ik gjej ven. E kam në qitë vendi. Gjej ti tanin. Dikur, me i kam vetë fjallë më nga jesi ka thënë, unë ti një vënd dhe nuk ka njëri që më pëlqen, por unë ti një vënd që nuk ka njëri tjetër që e ti. Prandaj, jam i bindur që unë do shtoj edhe 1 milion lek të tjera do nga ime. Jepi foto? Unë zonë të marrë do të kërën. Pritë për gjithë të të haqëm, se shumë i vogël. Kur është e vogël është të vështirë që pozicion të raqme. Hajde. Ua, se më pritë. A e mirë. Tani më marrë këtë zotrin që do më qoj tek makina. Dhe të makina unë do futem brenda te bagazhi. Po vetëm hapa xhamin se do vdes, do asfiksohem unë këtu pasaj. Tani unë me do se këto kartonat këtu. Vedulem të karika këtu. A do pres. Dhe ndoshta dhe do fle. Sepse jam pa gjumë të natën. Mendoj që s'do më gjejnë. Këtu s'do vëgjit kur, a të shkoj me një kur me të drejtëm. Se dhe jam dzë, do dzë. Në këtë tualetë duke në shumë të gjetshme. Ta me vërtet, se jam as pak kreative, po është këtë gjëja këtu. Që duhem nga lartë, po si është mund të hypi. Të hypi dhe të gjerim këtu. Nuk e di qa, është të ishtë në mazën e kore. Na me pare qona. Ku të vi njeri, të hypi këto stipëve. Ua, se ku na ka futur. E, si mund të angushtoj dhe pa? Prit, la rëllojmë. Unë akoma s'kam gjitha si ven, jam një lukë më i pas në univers. Hë? Në gjohë i zhurëm këtu, ka gjë këtu? Nëse është dikush këtu më faqë, po të të shkel me këmë. Marja do dëgjoni, sa po flisni? Këtu ndjerë një riu. Ndjerë një riu. Marja, si po shkon? Mirë, okej jemi. Sa po më erdhi Ema të këmbët, edhe nuk më qeti. Ema. Vazhdoni kërkimet me dron, me helikopter, me aviona, se ndryshë nuk kam e bgjet njeri. Duke u shehur, por husat duhet të jetë gjithmonë të bëra, të burë. Lyej husat pak. E kam parë që stilin dhe filmat horror kur dikush po të ndjek, edhe më që shumë banjë. Desi po konspironte me Aldin, që t'i tregonte të gjithë të tjerë, dhe nëse Desi gjehet i pari, unë kam përqeshur shumë, do qesh shumë. Ta dini me keni të bëni, mora të feshu që mundoni me mullë mu, dikush unë dhe fitoj këta, ta dini shumë e që unë dhe fitoj qitë. A moni shas më gjetë, ma që le. Absolutisht në high voltage në danger, fire danger.
Absolutisht. Ama ku jeni? Qiteni krytin. Do këshu vajza dje me këshu roba që ishin duhet snej? Jo, ishin të punë të fusha. Këtu ju zuna, rëp. Hajde këtu. Këtu ju zuna. Qiteni erë surratin tuj. E ndje se do kem dika ofër i tash. O Ema! Ha, mo Aldi, ha! Shifte tribuna ma sporte. Po ja pra se po shkoj, po të rrosë s'po gjetë aljet. Unë duhet i fitoj ato 1.000 euro pa tjetër. Edhe nëse vdesu këtu sot, duhet i fitoj ato 1.000 euro. Ashtë atjen cep, Kostiani! Kostiani, dil! Jo rej! Jo rej! Marrë, kush u gjetë? Gjetet Kostiani! Kostiani dhe kush? U gjet Kostiani! Like, how the fuck? Po qa ndjeve? U gjetë Kostiani. S'do mënd, që s'do gjej Kostiani. Dashme më gjetë, dashme më kap këtu jam në mes venit. Dashme më kap mu. Hajde dhe këtu ju preso ba. Sa të vinë ju më qërë 10 herë. 10 seconds later. Marje, ndjej arom njeriu. Justin! Dil! Si hype dhe i këtu më nga? Ku më gjeta më zemra? Dil e ndjeva. Më gjeti me rëpë shpije më tenë. E që ishin ca grupe, kështu që po iknin me vrap. I pe? Ku? S'ko me këtu, do të tajë rëpesht në poshtë, këturja e goca, me të katë kërëpni, poshtë. Ku është a goca? Ja, në katë. Ajo atje? Atje jam fshehur. Ema duhet urgjentis Justin këtu të lutem. Është nisur drejt teje. Dil se t'pesh! Drash, Artemisa! Gjet Artemisën! Fatos, gjet Artemisën! Kam gjet Artemisën! Po pe aty se ishin bashkur erdhëm tu. Jo, nuk ka tregu Gjasni fare, nuk ka tregu Gjasni. Fatos, kam gjet Artemisën! Fatos, mate! Juliana Zgura, dil! Po tjetër ka? Jo, dil! Gjetën. Vejderit kamera. Se kossheur, Juliana Zguro të pres në fush. Po i gjetët! Po i gjetëm shpirt. Di me kërkit bash. Kaloj 100 herë aty dhe s'u gjetën. Kaloj, Ema, Po ju shia, literalisht kam ngrit kokën, kisha dhe një vija aty dhe fakti që nuk jam qete para shkrim. Ndonjë ditë do na gjeni edhe këtu, po ndonjë ditë do kalojnë ca kohë. Ndërkohë që të tjerët ishin fshehur në vendet e tyre, syri im kritik vuri re që dikush kishte kaluar perimetrin dhe kush tjetër mund të ishte përveç Klea Ballias. Prandaj, vendosa që gjetjen e saj do e bëj unë dhe askush tjetër. Siç mund ta shikoni, jam shumë afër me Klean. Unë e thash në fillim të lojës që nuk lejohet në parkim dhe lokationi më del këtu afër, nuk e di, vetëm po t'jetë fut makinë. O budalla! Po këtu e gjete! Po me hile! Këtu e gjete o gru! Klea, bravo të qoftë. Ja dole deri tani. Jo, nuk shuhet se Parkimi është pjesë. Lavazhi është veç. Ku do ma konferenca? Kjo është fusha. Në banin e stadiumit të Meshku. Cristiana!
Jo, Kostian, ti e dje që isha këtu. O, Kostian! Hajde, hikim gjem tjetërën. Hajde, gjem tjetër. Jo, zëra është me hile! Për zotin është... Hajde këtu, Kostian, se kam seriozisht! Kostian! Ishe me të lagur ushqime! Fito, Nuk e di se sa orë janë bërë, po të mos gjesh një vend këtu, sa i paf duhet jesh. Kanë kalu 1 miliard herë. Loja sa vjene bëhet akoma më e vështirë. Tashmë do të ngushtohet perimetri. Lojtarët e mbetur në garë duhet të ndryshojnë vendin ku janë fshehur patjetër. Dhe e bukura është që ata nuk e din akoma këtë. Kati i parë është i vetmi vend ku ata mund të shihen, koha fillon tani, njoftimi u bë në grup. Tani vendet e tjera. Të do ftëm prapë në loj, pse? Sepse kështu është, ma bën me hile. Mua të shkretës, një vajtë e vogël e brisht, bukuroshe. Mirë, Kristiana, e morën vesh, bollçave, po ta japim dhe një mundësi tjetër, me qenë se Kostiani spionoi vendin ku të ishe fshehur. Unë vendi i parë do një me sukses nuk e gjetëm, tani Fatosti ka thënë që ne duhet të shkojmë në katën e parë dhe territori po ngushtohet, kështu që unë po shkojmë këtu, të gjetëm një vend të ri që nuk e kam ide fare si ku do jetë. Wow, sa po kaloj një pjesëtare e cila po fshihet. Ky do jetë vendi im i ri. Dera po e lë hapur. Rregulli i ri është që duhet të ndryshojmë vendin. Kujdes be. Balar. 5, 4, 3, 2, 1, fillon loja sërish! Bje, nuk kam nerva dhe më është në pjër trupi dhe nuk i ndjej gishta dhe këmbë. Berni. Pse u dorëzove Megli pas gjithë këtyre lodhjave? Sepse nuk e di, nuk po më shtyej më dhe... Ku ishe fsheu? Ishe larg? Isha si për banjës të meshkujve, si për banjës literalisht, nuk i ndjej pak gisha dhe këmbëve. Si për banjës, me si për atyre gjërave? Është banjë. Këneci Spider-Man-i kështu? Është banjë? Po. Ja unë. Po. Ja Halja. Ja unë sipër. Jo! Dil! Dil! Gjesi! Yeah! Gjeta Gjesiana Mukën! Se do të parë të gjithë kur! Që e kur atu isha herë e parë! E gjeta! Mirë se erdhe! Qa ndodhi? Ku ishe? Ku ishe herën e parë dhe ku ishe herën e dytë? Herën e parë s'do më gjenin kur, nuk do më gjenin asnjë herë s'do më gjenin herën e parë, po ndryshon vend të ta detyruat ju. I ka gjetë tema gjitha e rrë.
E gjeta! E gjeta! U gjetë Kesiana! Po plak, kam qetë dhe I heri tu. Ore, më ke kalu 3 herë sipër. U gjetë Kesiana! Më ka kalu 2 herë sipër, më ka përcy dhe isha fshef me një këto banderola, t'isha shumë I qatë. T'isha brenda asaj. Jo. Me 30% dhe ishte kështu, mbi kokën time. Në këtë pikë të lojës, Aldi dhe Ema u lodhën dhe u raskapitën duke kërkuar në stadium me orë të tëra, ndërkohë që 4 konkurrentët e fundit po qëndrojnë stoik në pozicionet e tyre. Për këtë arsye, Aldi dhe Emës ju vendos një limit kohe prej 3 minutash. Por, çfarë do të ndodhë nëse koha mbaron dhe ata nuk kanë gjetur askënd? Më keni lodhur! Më keni lodhur! Ups, koha mbaroi. Më vjen keq, por nuk ja dolët. Çfarë do të ndodh tani me 4 garuesit e mbetur? Kush do t'i gjejë ata kur nuk ka ngelur askush që t'i kërkoj? Andale ka parashikuar çdo gjë. Aldi dhe Ema, më vjen keq, por koha për ju mbaroi. Bravo, keni gjetë gjithë këto veta. Çmimin e madh në valizë nuk e fitua dot. Rregullat tani do ndryshojnë. Unë ju ftoj të uleni tek karriket. Bravo! Dhe me kësumti, tani ka ngel ende në lojë Desarti, ka ngelur Kristolli, ka ngel Flori, ka ngel dhe çifti Blerta dhe Benardi. Unë tani do bëj një foto të valixhes. Okej. Sepse kjo valixhe është shumë e rëndësishme në këtë pikë të lojës. Lojtari I parë që vjen me vrap nga vendi ku është fshehur dhe prek valixhen fiton 1 milion lekë të vjetra dhe shpallet fituesi I lojës. Tani të gjithë starsa do e marrin njoftimin në grup chat që unë do e bëj tani send. Blerta dhe Benard duhet jenë bashkë. Vjen Flori! Fitoj Flori. Shumë mirë. Super. Disha kot, ky ishte vendi ku isha fshehur që askush nuk e gjeti. Se jeni të aftë. Se si kam rëqë Desi! E ka marrë Flori. Uribe! Kush e preku? Flori e preku! Kush e preku? Uribe! Nuk është normale, nuk është e drejt! Nuk është e drejt! Ja të shkallët Si zbres. Ore Kristo dhe qua? Ore më faqin! Sa marrë telefon! Edhe ti dhe Emot. Kristolli! Ku është ajo? Qua Kristolli? One eternity later. Brava Kristo! Sa vdolaqën! Pitove! Kristo! Hajde preke, më hajde preke! Hajde Kristo, se e gjenë vetëm ti! Hajde preka linë! Hajde preke! Hajde mërdo! Ku ishit më pla, ku keni qenë? Tek lokali. Ai asaj lokali e kishte fjalë gjamës me fat. Ishte të kuptua të gjithë në vend të tretë ishte Blerta Benardi.
Ishte e vështirë të ishit bashkë. Ishte e vështirë me ndrimin e rregullave që bonin fund vaj. Në vendin e dytë, Desart Mera. Që ta dini pra, që ta dini Desart Mera. Bleta Çelaj? Gjithmonë do ishte vetëm të dyta. Asnjëherë fituar. Eliminuara e parë. Eliminuara e parë. Në vendin e parë, besoj e prisni duke qenë se e njeh shumë mirë stadiumin. Fiton 1.000 euro. Ka lek. Flori Thoma. Faleminderit. Dhe ne jemi të parët që kemi bo hapa të lava të erë lëbena. Bajta fjallën, ë? Duar, Andale, familje madhe. A dini që do e thëmë tjetër? Që ne ndoshta pam shumë ambjente, po stadiumi ka dhe një tur të vetin, ku mund të shohësh nga dhomët e lojtarëve ku ndrohen, nga fusha, nga muzeu. Ke edhe këtë pijen, jo lojtarët ku ndrohen. Pa lojtarë. Pa lojtarë. Hajde fillojmë turin, atëherë po e tregoj pak te. O turi! Come on with me. Ti je të Cheers.